Mjeku dhe lutja e një plake. Mjeku palestinez, Dr. Eishan, një mjek i famshëm si kirurg, ishte nisur për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare që organizohej për ndër të tij. Ai mori avionin për në destinacionin e duhur, pasi konferenca mbahej larg vendit ku jetonte e punonte. Gjatë udhëtimit, papritur, kushtet atmosferike u përkeqësuan dhe fatkeqësisht avioni u godit prej një vetëtime, e cila shkaktoi avari në njërin nga motorët. Kjo e detyroi avionin të bënte ulje të detyrueshme në një aeroport tjetër. Edhe pse Dr. Eishani, si dhe pasagjerët e tjerë shpëtuan, ai kishte zbritur shumë larg vendit ku do të mbahej konferenca. Më kot vrapoi tek informacioni e rendi sa andej këndej në aeroport në kërkim të një linje tjetër që të arrinte në kohë në destinacion. Zyrtarët e aeroportit e njoftuan se destinacioni ku donte të shkonte ishte 3 orë me makinë si e vetmja mënyrë për të kapur orën e konferencës. Madje ata i propozuan një makinë me qera. I ndodhur në këtë situatë nuk i mbetej tjetër veç se të ndiqte këtë këshill. Me të marrë makinën, ai nxitoi me shpejtësi drejt vendit ku ishte nisur. Kthesat lindin pas qytetin e rruga gjarpronte nëpër një terren malor. Papritur, kalon një stuhi nga ato që të drithëron shpirt. I mbledhur shuk në timon me shiu që godiste rëndshëm makinën, Dr. Eishani me vështirësi shquan te kthesa. Eci gjatë duke marrë sa majta se djathtas, por më kot. Ai e gjeti veten në një rrugë qore, ku errësira dhe stuhia e fortë sikur i thonin më zë të lartë se s'kishte nuk dal. Shikoi përreth, asnjë fije drite, veç stuhia që edhe më furishëm godiste xhamat e makinës. Nga larg dalloi një shtëpi të vetëmirë. Ai u sul drejt saj me shpresën se do të gjente ndihmë për udhën ose së paku një telefon për njoftuar vonesën për një konferencë. Troket fort në derë. Një grua në moshë të thyer ja hapi atë e mjeku me një frym kërkoi leje të hyjë. Mirë se vjen o bir, i tha plaka e i bëri udhë për të hyrë në krye të dhomës. Me të hyrë, Dr. Eishani kërkoi një telefon. Plaka buzëqeshi dhe i tha, nuk e shikon o bir se jemi në mal? Këtu nuk kemi as drita as telefon. Shtoi plaka duke i ofruar ngadalë një çaj të ngrohtë e pak bukë të thekur. Qetësohu si në shtëpinë tënde, i tha plaka. E ha diçka dhe sapo të pushoj shiu, do të kesh kohë të vendosësh për të nisur. Dr. Eishani, me paqejf, por i gjendur pa ndonjë zgjidhje tjetër, filloi të pijë çajin e përtyp ca kafshata buke që plaka ja serviri thjesht në kushtet e saj modeste. Ndërsa hante e mendonte për konferencën që do mbahej në nder të tij e ku ai nuk do ishte i pranishëm, Dr. Eishani shikoi nëpër dhomë, e cila i ngjante aq shumë zonjës së vet. Syt ju ndalën tek një fëmijë që rrinte shtrirë në një qosht të dhomës. Shikoi rrotull dhe pa plakën që po falej dhe qëndronte gjatë në seçte duke përsëritur lutje pa ndërprerje. Dr. Eishani u ndje keq. Ai kishte kushte shumë të mira ekonomike dhe nuk ishte i përkushtuar si kjo plakë e varfër që jetonte e vetme në këtë mal të shkretë. Me të përfunduar faljen, mjeku ju drejtua asaj. Mua më nderove sonte. Allahu të nderoft e ju përgjigj lutjeve të tua, se po shoh që e fal ke namazit. Por plaka, e cila edhe pse jetonte me një fëmijë në ato kushte varfërie, pa ujë e pa telefon e larg botës, ja ktheu mjekun. Allahu më është përgjigjur në çdo lutje që i kam bërë. Veç një lutje akoma nuk më ka plotësuar. Cila është ajo lutje? Çfarë ke kërkuar Allahu që s'është plotësuar? E pyeti me një frymë mjeku. Kam nipin tim, filloi plaka me së të bukur. Jam duke arritur jetim pasi i ati e ëma vdiqën e malam të vogël. Mirë po Allahu e ka sprovuar me një sëmundje të rëndë në muskuj e nuk ecën dot. Këtu zëri u drodh pak, por vazhdoi. Edhe pse e kam dërguar tek të gjithë mjekët këtej, nuk ka patur ndonjë përmirësim. Mjekët më kanë thënë se është diku një mjek me emrin Eishan që mundet t'i bëjë një operacion e ta ndihmoj, por është shumë larg nga këtu. E unë nuk i kam kushtet për ta çuar nipin tim atje. Prandaj, pëshërëtiu plaka, jam duke e lutur Allahun të ma gjej një rrugdalje e të ma mundsoj të takoj atë mjek. Këtu, Dr. Eishani nuk mundi t'i mbaj lotët. Ishte mësuar me jetë komode e luks. E kishte përfunduar te kjo plakë e varfër në një vend të harruar. E gjithë kjo nga lutja e një plake të pafuqishme, por që ishte e lodhur me më të fuqishmen e botëve. Mes lotëve ju drejtua asaj.
Atije ajo që me lutjet e tua është prishur avioni ku isha, e më janë sulur stuhit prej qielli, e humba rrugën, e Allahu më solli në shtëpinë tënde. Tani po e shoh me sy se si Allahu u përgjigjit njerëzve të devotshëm e u agjen zgjidhjen në lartësitë e qiellit qofshi, e në guvat e errta të maleve. Kur mos i humb shpresat në lutjen që ja drejtove Zotit tënd. Allahu